Kandidatja e Partisë Demokratike për deputete në qarkun e Vlorës, Ina Zhupa, njëkohësisht drejtuese politike për Sarandën, ka prezantuar kandidatët për deputet të Partisë Demokratike Matilda Qurku dhe Skënder Muço. Në takimin e organizuar nga kryetari i grup seksionit Armando Tusha me praninë e kryetarit të Partisë Demokratike Sarandë Shpëtim Ahmeti, nën kryetares Anila Lejmoni, antarëve të kryesisë Dorian Bani dhe Mukajet Piro, morën mbështetjen për punën e pandalur përfitore në zgjedhje. Zhupa theksoi gjatë takimit të Partisë Demokratike se është alternativa më e mirë që zgjidh problemet e mëdha që ka zona. Problemet konkrete të Shelegarit si furnizimi me energji elektrike, bujqësia, azhornimi i tokave marrin zgjidhjen konkrete me programin e Partisë Demokratike. Ndryshimi është domosdoshmëri, theksoi Zhupa gjatë fjalës së saj. Gjatë takimeve me qytetarët, kandidatja Ina Zhupa u ndal edhe në subjektet që tregtojnë peshk në qytetin e Vlorës. Në qytetin e Sarandës nuk ka një treg peshku, produkte të jashtëzakonshme që kanë nevojë për një treg me standarde, kështu është shprehur kandidatja Zhupa. Shqipëria madhështore arrihet duke mbrojtur produktet vendase dhe duke ndihmuar edhe peshkatarët dhe tregtarët, ka theksuar drejtuesja politike e Partisë Demokratike për rrethin e Sarandës, kandidatja për deputete Ina Zhupa.